Muaji qershor ka sjellur fluks vizitash pranë qendrës shëndetësore në Velipoj. Gjatë këtij muaji janë regjistruar mbi 900 vizita, shifër më e lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, bën me dije Sara i Bërshimi, mjeke pranë qendrës shëndetësore Velipoj. Kemi filluar të operojmë që me datë 1 qershor, aktualisht deri sot janë paraqitur rreth 900 raste pranë qendrës shëndetësore verore në Velipoj, nga më të ndryshmet, që nga rastet kardiake, reaksionet, alergjit, pacientët e smur kronik, pacient pediatrik dhe u kemi ofruar ndihmën e parë dhe shërbimet e nevojshme të gjithë këtyre kategorive. Mjekja tregon se ka pasur raste të helmimeve për shkak të konsumimit të ushqimeve jo të sigurta. Kemi patur raste si të helmimeve ose intoksikacioneve ushqimore për shkak të konsumimit të ushqimeve jo të sigurta, apo për shkak të virozave të ndryshme gastrointestinale, ashtu edhe si reaksione të ndryshme nga pickimet, nga bletët, insektet. Unë do t'i këshilloja pushuesve të bëjnë kujdes gjatë orëve të pikut të diellit, të shmangin rrezatimin e fortë, të hidratohen mjaftueshëm. Pacientëve kronik do t'i këshilloja që të ndjekin me përpjekëmëri terapitë e tyre, të paraqiten pra qendrës tonë për çfarëdo lloj nevoje, dhe gjithashtu në përgjithësi do këshilloja të bëjnë kujdes me ushqimet për sa i përket sigurisë ushqimore. Apeli mjekës në këtë ditë me temperatura të larta është kujdesi gjatë qëndrimit në diell dhe konsumimi i sa më shumë lëngjeve.